Zoti kryetari i Kuvendit, në shenjë respekti për këtë seancë, fjalën time për procedurë e kam menduar të shkruar. Në cilësinë e nënkryetarit të këtij institucioni, ju ftoj shumë qetësisht të reflektoni dhe të bëni të mundur një seancë normale, sepse në 2 muaj ja keni mohuar vendit dhe parlamentarizmit një të tillë. Përmes akteve tuaja, seancë pas seance, ku tentoni të asgjësoni çdo të drejtë të opozitës, të provokoni opozitën, të shpikni rregullat e reja, të padëgjuara më parë, ju nuk po asgjësoni opozitën, atë nuk do të arrini kurrë, por keni asgjësuar parlamentin që është pronë e qytetarëve të saj. Ne deputetët e opozitës kemi ardhur sot këtu shumë seriozisht të përgatitur, me respekt për titullarët e institucioneve dhe ata duhet na dëgjojnë ne me respekt. Ju lutem mos e sabotoni këtë seancë. Shoqëria po ju sheh dhe po ju gjykon. Ndaj duhet të lejoni deputetët të bëjnë punën e tyre, të bëjnë pyetje. Ashtu siç kanë bërë 35 vite në këtë sallë. Pyetja nuk është mekanike. Ajo ka tekst dhe kontekst. Ajo mbart emocione njerëzore, ajo mbart këndvështrime. Ajo nuk është një gjë e thatë. Ajo përfaqëson interesin e qytetarëve. Secili prej nesh këtu që bën një pyetje pasqyron një shqetësim të qytetarëve. Prandaj qytetarët kanë të drejtë të kuptojnë shqetësimin dhe pyetjen që buron prej tij. Nëse na mohoni këtë të drejtë, ju fyeni qytetarët, por fyeni edhe titullarët e institucioneve dhe fikni parlamentin. Ju po i trajtoni titullarët e institucioneve të drejtësisë si zëllënës të deputetëve, që në fakt nuk janë. Me çfarë të drejtë ju i kërkoni atyre të bëjnë prezantimin e pyetjes së deputetëve dhe prezantimin e përgjigjes. Përndryshe i bie që titullarët të na përgjigjen me shkrim, na përgjigjen me post, nga dikush nga sekretaria e Kuvendit të lexojë në vendin e tyre. Ose t'i lexojmë ne deputetët. Pra, ky është arsyetimi nga e kundërta. Nëse seanca bëhet që dëshironi ju, në kundërshtim me rregullorën, ajo është asgjësimi traditës 35 vjeçare të respektuar nga ne dhe ju, kushdo që ka administruar Kuvendin, nga Pjetër Arbnori të Servetlumi, nga Josefina Topalli të Ilir Meta, nga Gramoz Ruçi, Lindita Nikolla apo Elisa Spiropali. Pse ju duhet të sillni ndryshe me opozitën? Ku e gjeni kurajen me çtë drejtë zoti Peleshi? Unë e kuptoj që të gjithë ju jeni në efektin e ngjarjeve që veti keni gatuar, por Parlamenti i Shqipërisë nuk është pronë e Partisë Socialiste, nuk është spitali që fashon plagët e korrupsionit. Përndryshe mos harxhoni drita, ujë dhe roje, mblidhuni një herë në 6 muaj si Haxhilleshi, se jeni fare pranë tij. Ju ngrini vetëm kartonat dhe kështu kursejmë shpenzimet e kota në një kuvend që ju qartësisht nuk doni që ai të funksionojë. E në fund me lejoni t'ju kujtoj se në fillim ju zgjohet si kryetar kuvendi, por më një herë ju shndërruan në lajmetar, si thuhet në gjuhën e bukur turke në haberçi. Ju lutem sadopak përpiquni të riktheheni kryetari i Kuvendit. Kjo pjesë këtu ju don përsëri ju si haberçi. Përndryshe ju sjell në vëmendje se për të ndërtuar një portret të ndershëm dhe korrekt me detyrën, njeriu mund të mundohet gjithë jetën. Për të turpëruar mjafton vetëm një moment. Me keqardhje, nëse vazhdoni me kokëforsi dhe me shkeljet e rregullave bazë të parlamentarizmit, ky moment mund të jetë dhe sot. Edhe një herë qetësisht reflektoni zoti kryetar, sepse jeni më shumë se sa gabim. Faleminderit. Faleminderit zoti nënkryetari i Kuvendit. Fjala nuk ishte procedurë.